Deputeti shqiptar me 4.000 euro, pensionisti me 70.000 lek, turpi i një shteti pa moral. Shqipëria sot është fotografia më e qartë e pabarazisë. Në njërën anë, deputeti shqiptar i ulur mbi karrigen e luksit me një pagë mujore prej 2.250 euro neto, që me shpërblime e privilegje shkon deri në 4.000 euro. Në anën tjetër, pensionisti shqiptar me një jetë të tërë sakrifice mbi supe, që në fund të muajit merr 70.000 lek të vjetra si pension minimal, ose maksimumi 400.000 lek. Njëri jeton në bollëk, tjetri mbjeton në mjerim. Kjo nuk është thjesht shifër ekonomike. Kjo është fytyra e vërtet e një shteti që shpërblen politikën dhe poshtëron punën e ndershme. Ky është turpi i një sistemi që e ka kthyer parlamentin në një klub privilegjesh dhe pensionistin në një numër të harruar statistikash. Deputeti, privilegjet pa fund. 2.250 euro neto çdo muaj. Komisione, dieta, qira, karburant, telefona që e çojnë të ardhurën reale në 3.500-4.000 euro. Makina, siguracione, shërbime shëndetësore private, e çdo lloj lehtësie që populli nuk i sheh kurrë. Deputeti shqiptar nuk e njeh fjalën sakrificë. Ai nuk e di çfarë do të thotë të zgjedhësh mes ilaçeve dhe bukës, mes ngrohjes dhe pagesës së dritave. Për të, jeta është rimbursuar nga taksat e atij populli që nuk i përfaqëson. Pensionisti, dinjiteti i harruar. 70.000 lek të vjetra pension minimal, rreth 70 euro. 400.000 lek pension maksimal, rreth 400 euro. Pas një jete të tërë pune në uzina, fabrika, shkollë apo spitale. Pensionisti është ai që ndërtoi këtë vend, që derdhi djers për Shqipërinë, që mbajti gjallë ekonominë dhe edukoi breza. Sot ai numëron qindarkat për një qese miell, për një recetë mjeku, për një faturë dritash. Ai është i harruar nga të gjithë, por është figura e vetme që duhet të ngrihet në piedestal. Pabarazi e turpshme. Një deputet merr aq sa 30 pensionistë bashkë. Dhe ironia është e dhimbshme, pikërisht pensionisti, me taksat dhe punën e tij, ka financuar gjithë këtë luks që sot deputeti e quan pagë të merituar. Në asnjë vend të rajonit nuk është kaq dramatik ky kontrast, në asnjë vend tjetër nuk është kaq i ulët respekti për pleqës. Kush duhet të ul kokën? Deputeti shqiptar duhet të ul kokën nga turpi. Ai nuk është as model, as elit, as përfaqësues i dinjitetit kombëtar. Ai është produkt i një sistemi që shpërblen servilizmin dhe harresën e popullit. Pensionisti shqiptar duhet të ngrejë kokën nga krenaria. Sepse ai është heroi i vërtet i këtij vendi, edhe pse shteti e ka kthyer në viktimë. Ky kontrast është akti më i madh i tradhtisë ndaj qytetarëve. Shqipëria nuk ka nevojë për deputet që pasurohen në kurriz të popullit, por për një popull që të ngrihet dhe të mos lejojë më që djersa e tij të kthehet në luks për të pamerituarit.